Berisha është mbyllur tashmë gara për prokurorin e përgjithshëm dhe janë zyrtarizuar 5 emra. A do të bini ju dakord me socialistët për zgjedhjen e prokurorit e përgjithshëm me konsensus? Jo, ne nuk marrim pjesë në përzgjedhje emrash pas aktit të tyre me avokatin e popullit. Ne kemi ndërprer çdo lloj bashkëpunimi në përzgjedhjen e emrave, por mund të them që prokurori i përgjithshëm sot është institucioni më i zhveshur nga çdo kompetencë dhe kur dëgjoj raportin e tij, ai flet sikur është drejtori i statistikave të policisë, është për mendimin tim, është një zhveshje e gabuar që i kanë bërë atij, sepse ai është institucion kushtetues, dhe ta lësh atë sa për disa statistika, kjo është një akt, mendoj se mund të rishqyrtohet si institucion për të korrigjuar disa gabime që janë bërë. Për shembull, këta këtu këta hetojnë vetën e tyre, nuk ndodh në botë nuk ndodh në botë që institucioni për çështje penale, sa hajde administrative, po, për çështje penale të hetojnë vetën e tij. Atëherë, është e domosdoshme që një institucion tjetër, natyrisht, me qenë se këta janë institucion kushtetues, një institucion tjetër kushtetues, të marrë disa atribute në mënyrë që askush të mos ndjehet mbi ligjin. E të tjera, por në të formë që kanë krahasit komplet prokurorinë e përgjithshme, ai institucion nuk ka një rol që duhet të ketë.